Padyshim, agjeruesi së pari duhet ta kuptojmë që agjerimi ndahet në dy lloje. Pra, lloji i parë vetëm që ka të bëjë vetëm me agjeruesin, pra gjërat të cilat e prishin agjerimin nëse ai i vepron, dhe lloji i dytë ka të bëjë me disa harame që i bën çdo besimtar, qoftë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit dhe qoftë jashtë Ramazanit që i prek të gjitha shtresat. Sa i përket agjeruesit, kemi të bëjmë më shumë me disa harame të cilat nëse i veprojmë, ato pra e asgjësojnë agjerimin tonë ose e prishin agjerimin tonë. E ato janë të njohura në jurisprudencën islame. E para prej tyre që kanë cekur fuqahat islam është pra brumi kryesor i cili prish agjerimin që është ngrënia dhe pirja. E kundërta e agjerimit. Agjerimi është abstenim nga ushqimi dhe pirja. Padyshim. Veprimi i kësaj, domethënë në këtë aspekt është i ndaluar. Padyshim, dhe argumenti kryesor për prishjen e agjerimit nëse ne ham dhe pim është fjala e Allahut subhanahu wa taala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Pra hani e peni derisa të dallohet peri i bardh nga peni i zi. Pra është për qëllim këtu sipas vetë komentet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra peni i bardh në kupton ardhen e dritës së agimit, kurse peni i zi në kupton mbetjen e errësirës, andaj duhet që të dallohen qartë. Ose ndryshe kuptimi më i saktë është që të dallohet agimi i rrajshëm nga agimi i vërtet. Prej gjërave tjera të cilat pra janë të ndaluara dhe që prishin agjerimin në mënyrë kategorike është edhe marrëdhëniet intime gjatë agjerimit. E që ka një dispozit të veçantë nëse njeriu e vepron këtë gjë, për arsye se nuk mjafton vetëm pendimi, nuk mjafton vetëm vazhdimi e asaj dite, por të njëjtën kohë është edhe një lloj kefara, një lloj shpagimi që është i veçantë vetëm për marrëdhëniet intime dhe nuk është për dispozitat e tjera. Pra njeriu i cili me vedije të plot bën marrëdhënie intime gjatë agjerimit, ai duhet përveç që ta kompenzoj, pra ta plotësoj atë ditë, duhet që të bëj kefaret e që është pra shpagimi i kësaj dite. Më e njohura që është tek ne është pra që të agjeroj 2 muaj rresht, radhazi, mirë po ajo çka është e vërtet në fikun islam është se para agjerimit 2 muaj rresht është një dispozit tjetër, pra janë 3 përzgjedhje, 3 nivele, e kjo tregohet me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku erdhi një burr dhe i tha: "Ja Rasulullah, qad halakt." O i dërguari i Allahut, u shkatrova. I tha pejgamberi sallallahu pse? Për arsye se kam bërë marrëdhënie intime në muajin e bekuar të Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të na treguar neve si umet deri në ditën e fundit se si duhet ta kompenzojmë këtë gjë nëse na ndodh neve, atëherë ai e pyeti dhe i tha: "A ke mundësi ta lirësh një skllav?" I tha jo. "A ke mundësi ti agjerosh 2 muaj rresht?" Tha jo. "A ke mundësi me to forma e tretë, a ke mundësi që të ushqesh 60 të varfër?" Tha jo. Pra, kjo tregon se këto niveli kategoritë e para është lirimi i skllavi, nëse nuk ka mundësi. Pastaj vjen kjo që është më e njohur në popull, pra agjerimi 2 muajve, dhe në fund nëse s'ka mundësi, atëherë pra i ushqen. Realisht kjo nuk është në mënyrë përzgjedhëse, por në mënyrë rëndore. Në mënyrë të renditur. Pavarësisht që e para realisht edhe është thuajse e pamundshme në kohën e sotit. Kështu që kalohet direkt te e dyta.